Jemi për të disa të herë këtu në Vjenë dhe sot po shikojmë çfarë ky, nuk I di emrin as Ismera Duleviç, as di si kishte emrin, që ka thënë për Skënderbeun dhe ka quajë edhe letër muzeut. Këta janë, nëse patriotizmi është tani fjalë, unë e dua dhe unë, por është tani fjalë e bukur, është streha fund të maskarajnëve, këto duhen që të shpëtojnë me anë të patriotizmit, të bëhen të dashur për popullit. Çfarë shkruan këtu? Tu shkruan Helmeta Skënderbeut, italiane dhe gjermane, dhe jep shekullin edhe vitin që është bërë. Pra, gjysma e dytë e shekullit 15, edhe thot Italian German. Edhe ky është ngarku, na qenë ka indinu kaq shumë ky, dhe duke qenë se ky na qenë ka indinu kaq shumë, pas ka bën një letër edhe na pas ka bën video, pas ka marrë viralitet. E para shikoni herë. Kjo është punuar në punishtet e Italisë. Pse është punuar në punishtet e Italisë? Sepse ne kishim një ekonomi lufte, ne çdo gjë që punonim, çdo armë që punonin ishin vetëm për të shërbyer mbrojtjes dhe luftës. Dhe rafineteca dhe siç e shikoni këtu afër ka ndodhur normalisht në punishtet e Italisë. Dhe nuk mund të thotë ai na ofenduan se na shanë Skënderbeun. Në shqyrë që I patëm këto që na I mbrojtën të armë, sepse këtë armë ka marrë në koleksion Ferdinandi Shtirisë, ose Ferdinandi Tirolit, atëherë kishte emrin Ferdinandi Tirolit kur mori këtë koleksion, por më vonë u bën Ferdinandi Shtirisë, sepse ky u bën edhe perandor, është edhe ai zotëria që hapi luftën 30 vjeçare kur u hollin ato. Pra, kjo video do të tregojnë se këtu nuk ka asnjë gjë të keqe muzeu. Autoritetet e muzeut të Vienës na kanë bërë një dhuratë, kanë bërë një QR code këtu që është për të skanuar dhe shifet edhe në shqip. Këtu janë armët e Skënderbeut dhe historia mund të shikohet edhe në shqip. Dhe në gjuhë tjera. Mbasi na irriton edhe këtu nga që ka shkronja Osmane atë djalin, sepse nga muzeu I armëve të Skënderbeut I themi atyre njerëzve kur nuk I dini një fushë, pse I hyni kot për të fakturizuar. Por kam një shpresë shumë të bukur dhe se modështia e Skënderbeut është shumë e madhe dhe ai ka vend për gjithë, ka vend për Shqipnia bëhet, ka vend për dekonstruktivista, ka vend gjithë kush ja shef harin Skënderbeut edhe në ditët tona. Kaq për sot.